إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahun Azza wa Jalla falënderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërim Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Falënderim Allahun Azza wa Jall, i cili na ka bërë pjesëtar të fesë së drejtësisë, fe e cila i jep të drejtat çdo kategorie të shoqërive, pa marrë parasysh ato shoqëria në islam apo jo islam. Pa marrë parasysh ato kategori janë të pasura apo të varfëra. Ky Zot i madh me këtë Kur'an që e ka shpall mbi 7 ka qenë në tokë, e ka ndriçu dhe ka udhëzu tokën dhe njerëzimin ka e mira dhe ka e mbarë dhe nga drejtësia. Maji është muaj i cili shënon në vete për kujtimin e gjithë njerëzimit, edhe pse është iniciativë shumë vonë që është kujtu njerëzimit të drejtat e punëtorit. Çdo herë kur përmendemi na maj na kujton të drejtat e punëtorit. Dhe shënon iniciativa të ndryshme, veçanti në shekullin e fundit, që mundohen kategoritë dhe shtresa të ndryshme të njerëzimit dhe të shoqërive, madje edhe të shteteve, që në këtë ditë diçka të bëjnë në drejtim të drejtave të punëtorëve. Por do të parashon dikush pyetjen se Islami ka ndaj qasje ndaj gjithë kësaj. Gjithsesi se Islami e ka porosin dhe mesazhin e vet. Islami të drejtat e punëtorit si ka veç administrat. I ka iman, besim, madje e drejta e punëtorit para nesh kur na del xheneti dhe xhehenemi. Madje ai cili merr guximin që më utall me hakun e punëtorit, ai ka shpall luftë Rabbul Aleminit dhe është hasmi i Allahut Azza wa Jall. Saqë shënon Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu në hadithin që shënohet në Sahihun Imam Buhariut, ku Allahu Azza wa Jall këtë hadith kutsi thot: unë jam hasmi i 3 kategorive të njerëzve. Dhe njërin nga këto hasmi që i përmend Allahu në këtë hadith thot: dhe jam hasmi i atij që ka angazhu një punëtor e punëtori e ka mbaru punën e ky se ka dhon hakun e vet. Ai cili ka hinë në hak punëtorit, ajo është bo në hasmi me Allahun Azza wa Jall. Nuk ka njeri që i ka shpall luftë Allahut e që luftën e ka fitu. Nuk ka kategori, nuk ka shtet i cili ka hinë në hak punëtorit e që ka ecë ka e mira dhe ka e mbara. Jo se punëtori është shumë i fortë, por se Allahu Azza wa Jall është në krah të punëtorit. Allahu Azza wa Jall është në ndihmën e tij. Allahu Azza wa Jall është në përkrahjen e tij, saqë Allahu i madh thot: jam hasmi i atij. Më ka shpall luftë mua, ai i cili merr guximin që punëtorit mos me adhon hakun e vet. Te na nuk është vetëm shënjemi një ditë, një herë në vit me na kujtu se pas ka punëtor të cilëve u dashka na me adhon hakun. Na hakun e punëtorit e kemi iman, e kemi din, e kemi adhurim, me cilën afrohemi tek Allahu i madh. Dhe na padrejtësi ndaj punëtorit nuk është një gjë që mund të e lajmë atë thjesht, nga sa është një padrejtësi e cila të shpije kundrejt hasmis me Allahun e madh, hasmi e cila besoni dhe tjeni të bindur se nuk ka mbi rrugën toksor i cili ka korr sukses në luftën e tij me Allahun Azza wa Jall, se gjithë kanë humbën dhe gjithë do të humbin.
Enesi radhiyallahu anhu thot, e kam shërbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 10 vite të plota. Nuk di një herë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më thon uf. Një herë nuk më tha aman be çka bone. Sa që thot Enesi radhiyallahu anhu shkon deri ala më tutje. Thot një herë nuk di me më thonën pse e bona një punë, dhe një herë nuk më kujtohet me më thonën pse se bona një punë. Atë që i kujdeshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj shërbetorit të vet që në gjuhën e sodit i bie ndaj punëtorit të vet. Ebu Dherri radhiyallahu anhu kishte një shërbetor, kishte një rob, e kishte bli me pare. Dhe thot Ebu Dherri, unë se pata pa se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte mbas shpinës time, dhe u talla me shërbetorin tem duke ja përmend nanën atij. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më tha, o Ebu Dherr, hala thot kam bejt diçka nga ignoranca. Hala të kam bejt diçka nga xhaileti. Hala kista rodelo diçka që të kam bejt nga ignoranca, nga ajo koha e devijuar. Hala se pastru siç duhet, hala se ki kuptu mirë Islamin ti. Po çka boni ke Ebu Dherr? Shërbetorit ja tha një llaf të rëndë për nonën e vet. E më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha shërbetorët e ton janë të barabartë me neve. Tha veshe me veshjen tënde dhe ushqe me ushqimin tënd dhe strehoje në strehen tënde. E thot sahabiu tjetër dikur më vonë, e kum pa Ebu Dherrin dhe shërbetorin e vet njëjtë të zbukurum e të veshun me teshat e bukura. Sot i thëna të ditë ishin të veshun me mark. Edhe pronari, edhe firmashi, edhe punëtori, dytë me të njëjta tesha. Dhe kur e pash atë, e disha se kjo është shërbetori e Ebu Dherrit, i thash, o Ebu Dherr, çka është ta puna jote me këtë? Tha, e kam preja ditë që më ka thonë me këto fjalë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam më drejtu. Unë më shërbetorin tem, punëtorin tem, e kum trajtu njëjtë sikur vetveten time. Çka kam ble për veten mu vesh, e kum vesh edhe punëtorin tem. Çka kum shtruar në sofrën time, ka hongë bashkë me mu edhe punëtori jem. Edhe si kum flet, ku kam flet unë, edhe punëtori jem aty ka flet. Kështu është kur ta kuptojmë na Islamin si duhet. Kështu është na kur të rritemi së bashku në firmat tona, bashkë me punëtorët e tonë. Punëtori s'ka nevojë me lakmu në asgjë. Se kur rritet firma, kur shtohet puna, biznesi, kur shtohet fitimi, shtohet me automatizëm edhe punëtori rroga. Kur pronari i firmës është i kënaqur, edhe punëtori është i kënaqur. Kur pronari i firmës do të shkojë do të blejë tesha boss, e do të sillet si boss, e do t'ia blet njëta tesha dhe punëtorit vet. Çtu ka marrë bereqete. Këtu ekonomia jonë ka me hecë për para. Kështu imani jonë ka me dëshmu ashtu si që duhet. Kështu na kena me dëshmu se me të vërtet jemi musliman hakikat. Kështu na kena me dëshmu se me të vërtet na Islamin e jetojmë, e jo se kemi vetëm një deklarat të thjeshtë. Kështu na kena me qenë të kënaqur që kur punëtorit t'ja përmendish pronarin e vetë, ai të thote, o Allah i xhennet ja boft, e jo ti me a përmend, ai 100 zeza me t'i thonë për pronarin e vetë, se nuk sillet mirë me te, se rogën se ka dhonë 3 muj, 5 muj e 6 muj, se për 2 minuta vonesi janë dalë 20-30% nga roga. Sa të trajton si Haman dhe ja rep rogën sikur me jetu në shekullin e kalum, në një zaman dhe kohë ku ekonomia ka lëviz dhe ka ndryshu në forma dhe në mënyre maramendese. Dhe kështu punëtori do të jetë pak kënaqur kur e shef se pronari i vet çdo muaj është më i pasur e më i pasur, e ky çdo muaj është më i varfër e më i varfër. O vëllezër dashur, Ibn Hazmi në shekullin e 4 ka jetuar në Kordob në Spanjë ku ka lulëzuar shteti Islam. Aty ja ka obliguar udhëheqësisë dhe khalifit musliman dhe i ka thonë e ka obligim khalifi musliman në shekullin e 4. Ka shkruajt kushtetut të shtetit dhe pushtetit Islam, e ka obligim që punëtorëve me ju siguru pak dinjitoze, veshje me standard dinjitos, ushqim me standard dinjitos dhe strehim me standard dinjitos. E ka obligim, ka thonë pushteti dhe shteti Islam, që punëtorin kështu me trajtu.
Ai cili don mi pas punë të mirë me Allahun Azza wa Jall dhe nuk don me qenë në hasmi me Allahun e Madh, let sillet mirë dhe t'ia jep hakun punëtorin e vet, punëtorit të vet. Sa që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a'til ajira ajrahu qabla an yajiffa araqahu. Thot epja hakin punëtorit, hala pa ju tha derisa. Hala pa ju tha derisa jep hakun punëtorit. Pse tregum në rastin e Enesit radhiyallahu anhu? Ai vet ka tregu se ndonjëherë ka gabu dhe s'ka bo diçka. Edhe ka tregu se ndonjëherë ka bo diçka që s'është dash me bo. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka qortu, e as se ka nënçmu. Ebu Dherri vetëm një laf se e ka thonë shërbetorit të vetë që i kishte ble me pare. Ai nuk ishte i ri, i lirë, ai ishte rob. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha ti ala je xahil. Ala te ti ka ignorancë. Ka mbet diçka nga xhaileti i vjetër. E kritikoi shokun e vet më të afër kur ishte në pyetje haki i punëtorit. Kur pushtetarët tonë, kur pushtetet tona, kur shtetet tona ta kuptojnë në formë të mirëfillt hakin e punëtorit dhe kanë më dhënë hakun punëtorit, dhe do të sillen me ata sikur se sillen me vetvete. Kur ministrat tonë, kryetarët e komunave tona, deputetët tonë kanë me pa në sytë e tyre punëtorin sikur me pa vetveten, do të mundohen që edhe pagat e punëtorit të jenë dinjitore sikur se pagat e tyre, që dhe standardi i tyre të jetë sikur standardi i tyre, që dhe veshjet e fëmijëve të punëtorëve në përshkolla mos dallohen nga fëmijët e pushtetarëve, që gjithë shoqëria të jetë e kënaqur dhe rahat dhe komode në vendin ku jeton. Dhe kur kështu do të sillet shteti dhe pushteti ndaj punëtorit, gjithë kanë me dash shtetin. Dhe askush s'ka me vjedh shtetin, dhe askush s'ka me urrejt pushtetin. Kështu drejtësia në tokë, dhe kështu drejtësia ndaj punëtorit që është klasa shumicë në çdo vend dhe në çdo shoqëri, kur shumica do të jenë të kënaqur me standardin jetësor që e kanë, dhe kur pushtetarët do të sillen me drejtësi ndaj punëtorëve të vet, ka me lulzu ekonomia, sa ti ka me qenë bereqeti i Zotit. Dhe këto ligje nuk janë veç për muslimanët. Dhe këto udhëzime nuk janë veç për muslimanët. Këto janë ligje dhe udhëzime universale. Çdo pushtet, qoftë ai pushtet edhe jo musliman, nëse ju përmban këtyre rregullave dhe parimeve, ekonomia e atij shtetit dhe pushtetit ka me lulzu dhe ka me ecë përpara. Sepse Allahu do të jetë i kënaqur dhe razi me atë drejtësi që është në atë vend dhe në atë pushtet. Le të jetë kjo një këshill dhe një porosi për secilin që ka një punëtor të vetin. Qatë ta trajton sikur që e trajton vetveten. Të i dhimbset atij punëtori vetë sikur se i dhimbset vetveta. Dhe të rritet në firmën e vet dhe në punën e vet së bashku me punëtorët e vet. E jo, ai me shku përpjet e punëtorët milon askund. Gjithë dunjos me ndihmu e kur mos me azgat dorën punëtorit të vet, sepse kështu me të vërtet e humbi bereqetin dhe kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Unë lut Allahun Azza wa Jall që Allahu secilin ta shpërblen që mundohet me fitu dinarin me djersën e vet. Allahu Azza wa Jall atë djers e bëft flat për ata në ditën kur do të dalmi para Allahut dhe e bëft atë djers sebeb për hyrjen në xhennet. Allah i dhash sabër dhe garet secilit vëlla, secilit besimtar, secilit njeri që mundohet me punu halal. Se sot me fitu halal nuk është punë e lehtë. Është punë e rëndë. Por e dim na se me fitimin halal jemi kandidat potencial që me hyjë në xhennet, se një bark që është mbush me haram nuk mundet me hyjë në xhennet. Ai bark është lëmë djegëse e xhenemit. Një bark që ushet me haram është barki që do djegët me xhenem. Andaj bëjni sabër dhe gajret dhe mundohuni me fitu me ders dhe halal, dhe kështu që ju të jeni të kënaqur me Allahun Azza wa Jall, e që Allahu të jetë i kënaqur me juve. E Allahun e lut që secilin punëdhënës dhe secilin pushtetar tonin të vetëdijson e të ngrit në vetdijen e tyre që punëtorëve t'u ngrisin standardin dhe t'u japin hakun sipas meritave dhe standardeve dhe nevojave që i ka çdo vend dhe çdo zaman. Allahun Azza wa Jall lutim që çdo vëlla dhe çdo besimtar tonin të sprovon me siher, Allahu ta shëron.
Allahun azza wa jalla lutim që çdo njeri i cili është i sëmur dhe ka ndonjë të lashe, Zoti ta shëron. Çdo të varfër Zotin e Madh e lutim që Allahu ta pasuron. Çdo të varfër Allahun e lutim që Allahu ta pasuron. E lutim Allahun e Madh që Allahu çdo të varfër ta pasuron. Se varfëria është një telash dhe një sprovë e rëndë, dhe Zotin e Madh e lutim që nga vendi jon varfërinë të largon sa më shpejt të na jap rahati dhe komoditet dhe mirënjohje dhe falënderim të plot kundrejt Rabbul Alaminit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kamilina kama amar واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم من بين شهدائك اللهم واشف جرحاهم اللهم وعنهم عاجلا غير آجل اللهم اهلك الظالمين بالظالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود اللهم إنهم دنسوا المقدسات اللهم إنهم سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض اللهم أهلكم تهليكا يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين اللهم كن لهم اللهم وأهلكهم عاجلا غير عاجل إنك ولي ذلك والقادر عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة